Pra çfarë ndolli? Çfarë ndodhi sipas te? Ishin zgjedhje... Kjo gjë me madhe që ra tani ç'ishte? Ishin zgjedhje ku fituesi diej para datës 11 maj. Pra, Berisha erdhi në këtë fushat jo për të konkuruar me Edi Ramën. Erdhi në këtë fushat për të konsoliduar një grup parlamentar që t'i shërbej agjendës tij personale dhe pse. 3 vite më parë fitoi hyri në zgjedhje lokale dhe fitoi Karshi Lulzim Bashës, po humbi Karshi Edi Ramës. Që atëre u prodhuan argumenta që Berisha mobilizon shumë mirë një pjesë militante të PD-s, po nuk mobilizon gjithë PD-n dhe akoma më keq nuk mobilizon elektoratin gri. Që për një lider politik duhet prodhonte një agjend se si të shkohet drejt një unifikimi të PD-s dhe drejt elektoratit gri. Në 3 vite nuk pam asnjë vendimarrje të Berishës që të shkonte në këtë drejtim. Pra fatkeqësia e demokratëve ka të bëjë me faktin se agjenda politike e Berishës për hallin personal e shtynte drejt një vendimarrje që shkonte kundër hallit të demokratëve. Ç'dua të them me këtë? Në qoftë se Berisha do ishte vërtet misionar për të shpëtuar Shqipërinë, kishte përgjegjësinë që të ndërtonte një koalicion të gjerë opozitar, për të shkuar te Agron Shejaj, për të shkuar te Lapaj, për t'ju thënë cilat janë kërkesat tuaja, unë jam gati t'ju ofroj 2 fish më shumë, dhe pastaj t'ju kthente Flamurit, Albanës, Edi Palokës e të gjitha me radhë, dili në listë të hapur, sepse unë listën e mbyllur do ta plotësoj me këtë grup, sepse synoi të shkoj drejt elektoratit gri. Nuk e bëri, se nuk kishte mision fitoren. Elementi 2, po të shikosh listën e Partisë Demokratike, në 90% të saj është lista e 2013-s. Që tregon që nuk ka përfshirë të gjitha flukset e tjera që ka prodhuar PD-ja në 12 vite. Gjeneratët të tjera, kur e vërteta duhet ishte që kjo listë duhet ishte maksimalisht të 20% për të ruajtur eksperiencën dhe gjeneratën e vjetër nga elita e 2013-s dhe 80% duhet ishin politikanë të rinj. Nuk e bëri, sepse nuk kishte objektiv dhe mision riktimin e PD-s në pushtet, po kishte objektiv një grup parlamentar besnik. Dhe ajo që i vuri kapak të gjithave është kontrata me $6 milion, plus 2 kontratat e tjera që nuk e dim sa miliona janë, që u lidhen për një afat 2 vjeçar, që tregon që edhe kontrata ndjek hallin personal të Sali Berishës, se halli i demokratëve ishte 11 maj. Pra kemi të bëjmë me vendimarrjen më të rëndësishme të Partisë Demokratike, që nuk i përgjigjet kërkesave të Shqipërisë dhe demokratëve për rotacion politik, po i përgjigjet vetëm kërkesave personale të Berishës. Dhe tani jemi në një situatë që kemi prodhuar një grup parlamentar që rrezikon të jetë i parëndësishëm për demokratët, sepse Edi Rama, duke pasur një shumicë të cilësuar, që mund ta marrë vetë me 84 apo bashkë me Tom Doshin, të gjitha ligjet e rëndësishme që kërkojnë shumicë të cilësuar, nuk ka nevojë fare të ndërtoj konsensus me Partinë Demokratike. Dhe grupi parlamentar do të shërbejë në vijim vetëm për të dalë përballë stakut për hallin personal të zotit Berisha. Më vjen shumë keq që i them të gjitha këto, sepse unë personalisht për bashkëpunimin që kam pasur me zotin Berisha do të dua që non grata ti lehtësohet, ti hiqet, sepse e mendoj që me drithijet e tij nuk është nga politikanët pararojës shqiptar për aferat e korrupsionit që të jetë non grata, ka shumë të tjerë që mund të jenë para tij, por problemi dhe fati keq i demokratëve ka të bëjë pikërisht me aty ku e nisa, që agjenda dhe halli personal i Sali Berishës e shtynte drejt një vendimarrje që shkonte kundër hallit që kanë shqiptarët sot për rotacion dhe hallit që kishin demokratët që ngelën 12 vite rrugëve dhe për ta thënë sinqerisht është një parti që ka kapacitete që fatkeqësisht do të detyrohen të rrinë jashtë institucioneve dhe 4 vite të tjera. Kjo është analiza ime, analiza e një politikani që kam 3 vjet që e them në grup parlamentar, që nuk kam ambicje për një mandat tjetër, sepse duke thënë prej 3 vitesh që Sali Berisha të bëjë një hap prapa, po aq vite politike, pavarësisht se s'kam pasur pushtetin e Berishës, kam dhe unë dhe moralisht duhet jepja dhe shembullin tim,
para se t'i kërkoja kryetarit që të bënte një hap mbrapa. Më falë se u zgjata, po mendoj që e trajtova në mënyrë shtëruse pyetjen tuaj. Mënyrë shtëruse e tregove, po do me thënë gjërat tua, Ferdinand, kanë shkuar atje ku nuk kanë si regulohen me apo ja. Ç'mendon ti si do vej halli tani? Halli është që nëse Berisha ka qenë i sinqert kur ka thënë që unë kam mision rotacionin politik, në konferencën e sotme të shtypit nuk më duk si një misionar që ka humbur një betejë për shpëtimin e Shqipërisë, por ky ngelet opinion, në qoftë se vërtet është misionar dhe do të japi shërbimin e fundit Partisë Demokratike, të bëj një hap prapa dhe leadershipi të ri të japi maksimumin e mbështetjes kur ai t'ia kërkojë. Kjo është rruga e vetme dhe më e shpejtja për ngritjen e Partisë Demokratike. Kemi ndonjë pyetje për Ferdinandin? Po më themi gjë Ferdinand, tash juve vetë quhet, domethënë e mbështetet Berishën tash. Domethënë a nuk ndjeni fajtor ju për faktin që domethënë e ndihmuat që PD-ja të vinë në këtë situatë? Kur them ty nuk e kam personale, domethënë e kam me dhe madje se janë ca që kanë qenë që në fillim, po ca që e dinin në fillim dhe unë të falenderoj që e solle si pyetje sepse më jep mundësinë që të shpjegohet. Po prandaj. Që nga viti 2022, jo të shpjegohem si fenomen, nuk ka të bëjë me individin, e qartë. Që nga viti 2022 unë kam qenë më koherenti dhe asnjëherë nuk kam hequr dorë nga qëndrimi që Berisha të bëjë një hap mbrapa. Çfarë ndolli? Në 2022-shin, presidenti Meta në detyrën atë kohë i dha ndihmën shumë të çmuar Berishës dhe shpalli zgjedhjet lokale në mars. Në ato zgjedhje dhe deri në atë periudhë, që nga koha që Berisha u shpall në Zoti Ferdinand, dakor, po e tregove kështu kronologjikisht, edhe fiton në bisedë. Po unë them që Mërtiri po bën një pyetje shumë të thjeshtë. Faj thotë u bë qyrk dhe nuk e vesh njeri. Unë nga i herë them ti nuk ke sigurisht fajet e të gjithë atyre, po diçka thotë ke dhe ti thotë ky. Mërtiri ndoshta mund ta ngrër pyetjen bazuar në argumentat që mbart Mërtiri dhe ka të drejtë, po më lër të shpjegoj argumentat e mia. Shumë shkurt, nuk marr më shumë se 1 minutë. Jo, shpjegoj ti. Kur Lulzim Basha mori vendimin për ta përjashtuar nga grupi parlamentar për të ruajtur orientimin euroatlantik të PD-s, e mbështetëm këtë vendim. Në mars të 2022-shit, pam që Berisha e mundi thellë Lulzim Bashën. Dhe aty si pjesëtar i opozitës ne kuptuam që pa Berishën dhe pa kontributin e Berishës, duke qenë se Berisha mori dukshëm dyfishën e Lulzim Bashës, ne nuk mund të fitonim. Pse? Sepse ndoshta në mënyrë të padrejtë, ky njeri ka qenë kryeministër, ky njeri ka qenë president, ka mbështetësit e tij, edhe Merkeli në Kristian-Demokratët Gjerman po të donte të rrinte në pushtet, i merrte 10% dhe i mbante Kristian-Demokratët zvarr e nuk do vinin sot në pushtet. Pra, duke bazuar mbi realizmin politik, ne e pam Berishën si një faktor të rëndësishëm. Dhe aty u bashkuam dhe këtu i kam qëndruar linjës që me Berishën në krye nuk bëhet dhe pa Berishën nuk bëhet. Dhe këtë e kam thënë dhe te ju. Po atëherë, cila është zgjidhja? Zgjidhja është kjo. Jo, ka zgjidhur atë ka ikur. Shiko, Ferdinand, se unë besoj që juve keni pjekurinë e durë politike dhe e kuptoni, në thënë, situatë. Dhe besoj që si juve personalisht, edhe tjerë aty, e kanë të qartë që me Berishën nuk do fitoni dot. Dhe pyetja është ndrohet tash se kjo më çudit tek ajo parti. Domethënë duke ditur shumë mirë që nuk fitohet me Berishën, shkuan gjithë me mbështetën. Ky është paradoksi dhe pastaj vim në këtë situatë, po kush ka fajin tash? Në këtë situatë jemi nisur nga deklaratat politike të zotit Berisha, që deri dje mund të shiteshin politikisht që ai ishte misionari që kishte ardhur për të rikthyer PD-n në pushtet. 11 maj ja zbëri këtë mision. Sepse ka dalë dukshëm. Ai vazhdon thotë do rrimor, domethënë ai akoma thotë do luftoj. Ai mund të thotë ai dhe sot doli tha që unë demokratët kanë parë. Ai nuk tikën nga lufta gjallë në botë tani, vetë kol tani ti. Se po na zgjat bisedën kot nuk tikën nga lufta. Në Durrës çfarë ndodhi Ferdinand tani ti fiton gjë Durrës si deputet? Në Durrës dhe në gjithë Shqipërinë nuk kemi parë asnjë vendimarrje që ta çonte Partinë Demokratike drejt fitores. Në mënyrë të padiskutueshme që zgjedhjet në Shqipëri kanë problemet e veta, shteti është përdorur në 30 vite në demokraci për partinë që ka pasur pushtetin,
por deri dje kemi thënë që emigrantët shqyqyr që do votojnë, sa ata nuk blien, sa ata janë të lirë, ata janë në perdim, dhe derisa dhe vota emigrantëve ruan të njëjtin trend me votën në Shqipëri, këtu problemi nuk shtrohet se si e përdori pushtetin Edi Rama, po problemi shtrohet që PD-ja nuk ka pasur objektiv fitore. PD-ja ka pasur objektiv të konsolidoj Berishën me një grup parlamentar dhe e realizoi atë që donte të realizonte Berisha. Demokratët ngelën dhe 4 vjetë grupeve. Me realizoj, thua ti. Po, Pra, tani shenë një dritë në tunel ti Ferdinand apo jo? unë shoh patjetër dritë në tunel, sepse ajo që ka deklaruar zoti Berisha, misionari i rikthimit të PD-s pushtet, doli laturiqë si mision i pamundur. Dhe sa më shumë të qëndroj, aq më shumë do diskreditohet politikisht. Tani, aty këto fituan, Duka fitoi aty, Byllykbashi, si u bën aty zgjedhjet, Durrës? Po këto ishin pjesë e fitores që u vendosë në shkurt. Sepse në shkurt kur u miratuan ndryshimet e kodit zgjedhor, të dyja palët i mbyllën 10 mandate. Nga shkurti deri në 1 maj kemi luftuar për 45 mandate. Se këta deklaruan para Duka dhe Byllykbashi që Durrësin e fiton PD-ja. Pash në pjesën e parë analizët që bën për kodin. Problemi shtrohet si e shfrytzuan palët këtë kod zgjedhor. Se qofse Rama të gjithë elitën e vetë politike tjetër e nxorri në listë të hapur, Berisha të gjithë elitën e bunkerizoi në listë mbyllur, sepse për këtë ju donte. Qartë. Edhe Edhe një pyetje dhe ta, se është edhe i obliguar dhe në vend tjetër, zoti Ferdinand, se tani flasin shumë pak njerëz, ë? Nuk flasin se janë të gjithë kapur, do të thënë që nuk ka ndodhur gjëma dhe nuk flasin Ferdinandi nga dhe që flet dhe del edhe në vend tjetër. Pyetje shpejt. Po, zoti Xhaferi, unë dua t'ju pyes në fakt për atë që po vjen në Partinë Demokratike. Faktikisht Dimon Mitron, po. Në zgjedhje nuk kishim në ekipin e PD-s, po të themi nuk kishim një numër 2 që mund të ishte sfidanti i zotit Berisha nesër. Pra eventualisht pas kësaj disfate në zgjedhje. Shikoni që në të ardhmen e afër do ketë pak kënaqësi brenda grupit të PD-s ose brenda vetë strukturave të PD-s për të kërkuar rinovimin e partisë, ikjen e Berishës dhe një njeri që mund të jetë numri 2. Kush është numri 2 sot i Partisë Demokratike? Unë nuk jam këtu të vendos numra, por jam për të folur për mundësitë që janë. Dhe në mënyrë të padiskutueshme, një parti që ka televizuar Shqipërinë për 8 vite, ka potenciale. Momentalisht po më vjen në mendje që një nga liderët e rinj të Partisë Demokratike është i vetmi në historinë politike të tranzicionit që ka një burg politik. Ervin Saliani. Sepse nëse nisur që nga Sali Berisha, Ilir Meta e gjithë me radhë, kanë argumenta dhe unë kam dëtoj logjikës që kanë burgosje politike, akuzat i kanë dikush për akuzim ndimash, dikush për ngritje kullash, dikush për aferat të tjera. Një sekond. Saliani ka një akuzë të mirëfillt politike. Është një individ që ka fituar betejën në Kavaj, është një individ që ka fituar betejën në Korçë në 2000, dhe është një individ që për turpin e Partisë Demokratike. Kur Berisha shkoi në zgjedhje në Korçë, shkoi në Kavaj, partisë në Ervin Saliani ta ju i